Mirë se erdhe në podcastin Zëri i Zanatit me mua Flogertën, your favorite writing witch. Në këtë hapësirë shkurtër të vëmendjes suaj, dëshiroj të intervistoj profesionistë të lirë nga role të ndryshme, dhe sot para se të fillojmë, duke qenë se hyrjen po e shkurtoj, ndryshe nga çdo herë të tjera, para se të filloj do falenderoj Juanin për hapësirën tek One Connect Hub tek Piramida. Faleminderit One Albania. Dhe nga ana tjetër do të falenderoj dhe Maxin sot që ka ardhur për regjin. Thank you Max. Ndërsa sot kemi të ftuar një avokat, sikur e thash edhe në postimin tim LinkedIn dhe paralajmërova audiencën, kemi një avokat. Tani do flas sot me Redon Meksin. Pak e papritur nga ana juaj sepse jeni mësuar që ftoj profesionistë të ndryshëm. Por mora Redonin sot sepse Redoni erdhi dhe ishte i lirshëm për të folur, ndryshe nga të gjithë avokatët që çuditërisht çfarë kam pyetur e kishin goxha siklet të vinin të flisnin. Ndërkohë që në përgjykata flasin se kanë problem, si është e mundur. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që erdhe. Faleminderit juve për ftesën. Në këto 30 minuta ne do flasim pak për rrugtimin tënd profesional. Ndryshe nga intervistat e tjera që merr ti nëpër media, tek unë do flasësh vetëm për profesionin. Kështu që lëm politikën fare, si thua. Dakor. Okej. Tani, Redon, ti ke nisur profesionin si avokat që prej 2012-s, më the? Po, në atë vit jam licencuar. Je licencuar, po, dhe ke punuar në disa vende të ndryshme, me orarin e zakonshëm, sikur punojnë gjithë të orarshin, the classic 9 to 5. Pastaj vendose nga 2019 që dalësh i pavarur. Pak më parë, në fakt kam dalë i pavarur, por nuk kam qenë stabil, po themi, avokat. Kam zgjedhur çështjet caktuar që kam ndjekur. E kuptoj. Nuk është se isha avokat në kuptimin që kam dalë në treg, kam zgjedhur një ofertë dhe po më mbin klientët. Kisha zgjedhur klientë të ndryshëm. Bashkëpunoja me një djalë tjetër, shumë të mirë, si avokat. Kishim dy avokatë të tjerë më të vegjël në moshë. Prapë shumë të mirë, por jo të kësaj kategorie po flasim. Disa asistentë dhe vendosëm që ta kthenin në zyrën që kisha, ta regjistrojnë si studi ligjore tamam sipas ligjit për profesionin e avokatit. E kuptoj. Që në 2018, në dhjetor 2018 regjistruam dhe në 2019 nisët vrullin. Pra kjo është ajo formësimi plot që ti dhe profesioni tënd të lirë. Në fillim ishe me klient, kaloje nga një çështje në tjetrën, ishe i paqëndrueshëm dhe pastaj kaloje me një paketë në cilën vijnë të tjerët tek ty dhe kërkojnë shërbime të caktuara. Kjo është mënyra se si funksionon. Tani, Redon, po kur e nise, pse ju fute avokatisë? Se e di si është çështja e avokatisë? Në periudhën kur ti ke dalë avokat, 2012, ka patur shumë brezi atëhershëm që shkonin për juridik. Dhe ka qenë juridiku siç është sot, të shkosh edhe të dalësh marketer. Profesioni i momentit. Nuk është njësoj, Se marketingu është për mua nuk mësohet në shkollë. Drejtësia do të lexosh. Do të lexosh, e kuptoj. Marketingu fund fare ka atë krimtarinë tënde brendshme. Që do rregullash ke mësuar në shkollë, por nuk ishe krijues vet. Vështirë se do ja dalësh. Kurse drejtësia në fund fare dhe mos jesh krijues, mos kesh atë trurin e mpret po e quajmë, përsëri po ishe me vullnet për të lexuar, del avokat i mirë. Jo shumë i mirë, po deli mirë. Deli mirë, e kuptoj. Pra është komplet ndryshe. E di pse them për marketer sot, sepse çdo që të pyesësh. Është profesion i lehtë. Në trurin atyre. Shumë, okay. Duan të gjithë futen tek marketingu, tek unë në fakt kam marruar për përkthim. Dhe kam bërë dhe masë për përkthyes dhe interpretes. S'kam përkthyer asnjë libër në jetën time, e lash si profesion komplet, kalova në content copywriting marketing dhe ju futa marketingut unë. Pa shkollën. Pa pjesën e shkollës. Ama nga ai momenti tu kam studiuar kaq shumë materiale, kaq shumë gjëra, që është dukur është tepër kompleks. Është si formulë matematikore më tepër nga që presin të tjerë. Nuk ka asnjë profesion që mund ta bësh pa studiuar. Fiks. Edhe profesion që është fizik, në fund fare prapë do një studim sa do i vogël tjetë. Sa do i vogël, po. Do t'ulesh. Që në këtë forma. Ne shqiptarët kemi një problem që presim bëhemi milioner brenda pak sekondave. Okej. Se gjithmonë e kanë fiks, është vërtet. E shoh, i kalojnë tek trendi i radhës i profesionit. Nuk i qëndrojnë një deri në fund. Kështu që është realisht për të vlerësuar që ti që nga 2012 që ke marrë licencë deri tani nuk e hequr dorë nga avokatia, se un kam parë shumë të rinj që mbas një periudhë caktuar heqin dorë. Nuk e kam zgjedhur atë si profesion. Kam pas thjesht rrogën e radhës. Shikoni ja fiks. Kjo ka qenë, besoj unë, këto të rinj. Për mua një profesion që të zgjidhet duhet të shkosh deri në fund. Pra duhet studiosh sa më shumë tek ai profesion.
po të kisha kohë të kthehesha mbrapsht, po të kisha mundësi të kthehesha mbrapsht, do profilizohesha shumë më shumë për shembull në një fushë të drejtësisë. E kuptoj pa, që ne shqiptarët s'para bëjmë. Çdo fushë, çdo lloj biznesi, çdo lloj profesioni do vullnet goxha që të jesh i mirë, të jesh i aftë, të jesh konkurrues në treg, po e quajmë. Edhe profesionet pra hidrauliku, elektricisti e tjerë, ti prapë shko zgjedhë më të mirin. Po, e fiks. Edhe ai do ulet, do studiojë apo do ketë praktikën e dur që të jetë konkurrues në treg. Sot fakt ka mungesë në treg shqiptar, për shembull të marrësh një dobët, por pavarësisht saj ti po të ishe për zgjedhë zgjidhje më të mirin. Zgjidhje po ashtu është. Por kanë për shkak të migrimit kanë ikur shumë profesionistë dhe tani kanë ngelur një dorë shumë e vogël, edhe këta janë të mingërkuar sepse mund të kenë shumë punë. Këto kanë luksin e zgjedhjes tani. E fiks, luksin e zgjedhjes. Për shembull, në rastin tim, që un kam zgjedhur pjesën e marketingut, jam përpjekur në maksimum të profilizohem vetëm në një drejtim. Dhe gjithë paketet e mia ose shërbimet që un jap aty në LinkedIn me brandin që kam ngritur, kanë bëjë gjitha me shkrimin. Dhe shkrimi im është kryesisht copywriting për website, ghostwriting për brandin në LinkedIn dhe content writing që është blogjet, shkrimet, SEO-ja. Domethënë janë shumë të profilizuara të lidhura. Unë për shembull të më marrësh për paket marketingu që të bëj buxheti marketingu, unë s'ta marr përsipër. Po shumë marketues të tjerë do e merrnin. Shumë marketues të tjerë do e merrnin përsipër. Do e merrnin. Unë nuk e marr sepse unë jam profilizuar. Pikërisht. Prandaj ti ke shanse shumë të larta për të vazhduar gjatë në treg, po. Sesa këta të tjerë që do kapin ca para për një kohë të shkurtër dhe nga pas do digjen. E drejt fiks, ashtu është. Dhe kjo është ajo që për shembull është një mesazh shumë i rëndësishëm, profilizimi. Duhet me patjetër, të bëhesh nish, të fokusohesh. Disa unë kam vënë re që zgjedhin dhe shtrihen shumë në shumë rrjete sociale. Për shembull vën ose në Facebook, Instagram, LinkedIn, ku të munden, qoftë edhe TikTok, edhe bëjnë një mishmash të gjithë prezencës, s'din ku shkojnë, s'din ku janë dhe çorientohen. Unë kam zgjedhur vetëm një format, një rrjet social, një platformë dhe aty janë fokusuar totalisht. Dhe është një gjë shumë e mirë që këtë do përpiqem t'ua përcjell edhe në trajnime të rinjve kur t'u bëj për branding, me që ua kam premtuar. Dhe kjo është ajo që unë do t'u them, fokusohuni dhe bëuni nish, sepse ajo do t'ju sjellë në ambientin e tregut, sidomos tani me AI-n, që është shumë keq, sepse tani edhe sidomos se profesionet tona janë ato që mund digjen parat. E fiks fare, fiks. Pra, në fund fare një avokat mediokër, ose do vit çasti që AI shqiptar, i ligjit shqiptar, dikush do të stërvisi siç duhet. Po. Avokati mediokër që jep mendimin e thjesht, këshillin e thjesht, ai do zhduket nga tregu. Ai do zhduket, duhet i profesionalizuar. Jo vetëm kaq, por duhet njëri që të ketë kontakte, që të mbijetoj, sepse AI në fund fare do shkruaj më bukur se ty. Okej, po, e vërtet. Pra ty do duhet ai kontakti njerëzor. Pra ai avokati që edhe të mbush mendjen, edhe të jep siguri, po edhe ka lidhjet apo ditë të reagojnë çast të caktuara ndryshe. Këto janë 1% shumë e vogël, Për shembull, unë kam numrin e licencës të avokatit 5033. Po. 5033-shi është 2012-s. 2 vjet më brapa ishte ke 10.000 numri, sot jemi ke 14.000 avokat të regjistruar. Po. 3.000 do të jenë aktiv realisht. Aktiv këtu do të dalë, pavarësisht regjistrimit. Sepse do të paguash atë tarifën vjetore, pra ty do e kuptosh sa aktiv janë. Përsëri këto nga 3.000 në 5% për mua do skarcahen. Ose do mbesin thjesht aty sa për të qenë në treg, po zë jenë në punë tamam. Po është edhe interpretimi logjik i ligjeve dhe mënyrës së çështjes. Për shembull, çati nuk ta sjell këtë lloj gjëje, nuk ta bën dot interpretimin sepse juve, me çka kam kuptuar unë avokatët, mund të kapen tek një fjalë, tek një nen, tek një ligj dhe atë interpretim nuk ta bën dot çati. E vërtetë është që s'ma bën dot çati, por puna është po të kërkoj unë çati si t'ma bëj dhe ma bën. E dyta, unë nuk thash çati. Tash që do të serviste një X kompani, një AI nga e parash për ligjet shqiptare. Kuptoj. Pra nëse unë do merrja një AI, do jepja çdo vendim gjykatës kushtetuese të lartës, tjerë, mënyrën se si do ta interpretoj ligjin, teori pafund. Pra të bëja learningun AI-t. Atëherë do ishte problem për avokatët. Me ChatGPT në fund fare ti dhe që kur e hap sot një faqe, hap nesër ti ke ndryshuar, nuk është më njëjti, nëse mund ta quajmë njëjti person që po flet. Pra ka dalë tjetër chat që po bën madhe. Është përditësuar. Jo, po nuk ka haron dhe muhabetin ku e ke lënë. Po, nuk ka të njëjtat output-e, po e kuptoj. Do të thënë po ta pyesësh për njëjtën gjë do ndryshoj përgjigje. Kurse po ta bësh një AI nga e para, që në Shqipëri sot ka të rinj që po merren me këtë punë. Pra që programojnë AI. Kam bashkëpunuar me të tillë, kam aplikuar edhe për fond tek supermarja, nuk ma dhanë, normalisht. Po. E lëm politikën me janë, nuk flasim.
Por do jetë vështirë. Më sot do thonë që do digja një pjesë e mirë. Një tjetër gjë që me që jemi ke kjo tempra e profilizimit që thash dhe të AI-t apo avokat mediokër, tjetër gjë që të rinë duhet kuptojnë është paraja e madhe, pra paraja e rregullt, ajo që vjen muaj për muaj, që bën palë te avokati, nuk është avokati që shkon në gjykat. E kuptoj. Është konsulenca. Është konsulenca, okay. Kompanitë e mëdha, firmat juridike të mëdha, që janë disa në Tiranë, aty e kanë paranë e madhe. Pra, është pa lodhje që se mund ta quajmë pa konflikte. Po. Pa u marrë me këta gjyqtarë, e këta prokuror që ne kemi sot. Është problem vete, po. Okej. Mund të bësh para. E kuptoj. Po do të kesh të bësh me kompanitë. Ndoshta këto konsulencat shërbejnë fiks për të shmangur ato konflikte të mëdha, prandaj janë shumë të nevojshme. Po, janë dhe për kompanitë që e kanë kuptuar këtë. E kanë kuptuar, po, që shmangesh më mirë se sa se sa përballje. Siç duhen, mos lesh gape bosh ku tjetër mund të sulmoj etj. Ka një problem kur punon me kompanitë, pagesat. I ke gjithmonë me vonesë. Gjithmonë me vonesë. Sa janë kompanitë mëdha, ty të vonojnë edhe me muaj të tërë. Mos të filloj të jap opinione aty se kam shumë rezerva. Kur e ke nisur pjesën që ke qenë me çështje të ndryshme, nga 2012 deri në 2018, siç më the, ke qenë i paqëndrueshëm. Si e ke përballuar pjesën e financave, pasigurinë financiare të asaj periudhe, se kjo është vështirësia më e madhe që hasin ata që kalojnë si profesionistë të lirë. Përfshirë dhe veten, sa unë 9 muaj kam kaluar si profesionist e lirë, dhe ajo është vështirësia më e madhe. Nuk jam personi më i dur për të pyetur për këtë detaj, se nuk kam pas cetarë, siç e kam cetarë, prandaj kisha luksin të zgjedhje. E kuptoj, e drejtë. Pra, nuk mund të bëj gjinaqarin, që s'mund ta them. E kuptoj, e drejtë. Po është e vështirë për një tri ta bëj, ta mbështetë fare. Sepse ti ke kostot të masa më të larta se sa pagesa që ti mund të marrësh si jo stabil në fillimet e tua. Pa që të marrim një qera thjesht në Tiranë, ti do kesh një 500.000 lekë të vjetër minimale qera. Minimale, po, qera, është e vërtetë. Po do kesh 100.000 lekë energji elektrike, 20 ujin, jetë telefoni, etj. Ti të shkojnë 800.000 lekë në muaj vetëm shpenzimet. Pa ngrëm, pa pirë, pa u vesh, pa asgjë. Eksakt, po. Nuk është gjë e lehtë. E mira në Shqipëri është që shumica e të rinjve kanë shtëpi. Mos në Tiranë kanë shtëpi. Ai që mungon nëpër botë. Po shifja para pak kohësh një studim, një tip sondazh po themi të pronarëve të shtëpiave për Europë në zërinëve e parë. Po, sepse kemi me 98% të shqiptarëve me shtëpi në pronësi. Me shtëpi në pronësi. Pra mos vetë familja, po e quajmë. Pra kjo është një nga të mirat e shqiptarëve. Ti vjen me qera sepse do të vish në një vend eksakt. Por ti e ke mundsinë. E ke mundsinë. Pra llogaritë janë ndryshe. Neve kemi këtë problem që do jetojnë në Tiranë dhe duhet ta kemi në qendër. Kur shkon në Gjermani ti shkon 2 orë larg punës. 2 orë, ashtu. Nuk të prish punë atje. Pra në fund fare nga Lezhë për marrë në Tiranë ti do një orë të vish. E drejtë. Pa ti mund të jetosh atje të vish punosh në Tiranë. Të vish, po, është vërtet. Në Gjermani ti e bën këtë, në Itali ti e bën, në Shqipëri jo. Pra keca forma të dhura, por është prapë edhe vështirë. Është e vështirë. Pra në fund profesionisti i lirë është edhe fat. Përveç se përgatitjes. Por edhe guxim. Edhe guximi është se s'bën, pra nuk e del dot kur. Nëse ti nuk provon, s'do kesh. Po ashtu. Do thënë, jo në kënd xhep, humbjen e kënd xhep. Fiks. Provoje. Edhe po dole hush, pak nuk do ngeli pjesëmarrje që e ke provu. Por është dhe fat përveç përgatitjes, edhe nuhati biznesi. Se në fund fare është biznes. Është biznes, po. Pra çdo lloj shërbimi ti të ofrosh, në fund është biznes. Në fakt për këtë pjesë unë tek podcasti që kam ftuar ata të rinj që kanë qenë, njëri nga i pari ka qenë nga Durrësi. Jeton Durrës, është profesionist i lirë dhe nuk ka dashur të vinë në Tiranë. E bën më së miri punën atje dhe shef det, këtu do shohësh beton. Fiks. Një tjetër ka qenë nga Korça, tani së fundi ka ardhur në Tiranë ai për shkak se ka transferuar një pjesë të biznesit, por për 8-9 vjet ai profesionistin e lirë ka bërë në Korçë. E parafundit, e fundit ka qenë në Tepelem si psikologe, edhe ajo profesioniste e lirë atje. Pra kanë zgjedhur të rinë nëpër qytete. Sepse është pikërisht kjo që këtë mesazh duhet t'jap edhe përmes podcastit, që s'është e nevojshme të vish në Tiranë me patjetër. E kupton? Ka qenë dhe kjo mania që do të vemi në Tiranë, edhe unë jam duke menduar për shkakun. Nëse rregulloj disa gjëra, më u largoj që këtu. Pse? S'ka më sens. Qeraja e lartë, jetesa jo e mirë, ndotja po, për fëmijën nuk është pozitive. Plus nuk sjell para më shumë. Nuk sjell eksakt. Se ti je online sot. Shumica e punës po i bën online. Eksakt, fiks. Sidomos
puna që bën ti, domethënë. Po, që është komplet e shkurt. Unë avokati në fund fare kam gjykatën në Tiranë. E drejtë, ti je i detyruar. Sidomos me reformën e re që bën me hartën gjyqësore. Dua Tirana është, domethënë, parimisht unë kam qenë nga ato që kam qenë kundra, kam dalë nga të parët në grevë. Kam pas konflikte me dhomën e avokatisë që ishin shumë të urtë, po e quajmë shumë të qetë për këtë problem. Pavarësisht se unë përfitoja që po vinin gjykatën në Tiranë, se në fund fare gjyqtari nga Tepelena, nga Gjirokastrat e tjera, apelin do e ketë këtu. Do e kishte këtu. Do vike unë, ai klienti. Po, e drejtë. Prap nuk ishte e drejtë, sepse sjell pikërisht problem që të gjithë do të vinë në Tiranë. Edhe kjo ndodhi, se u bllokua, tani është bllokuar. Normal. Tani është bllokuar. Shikoj, shkatron qytetet e tjera kot. Eksakt. Ja heq mundësinë dhe opsionin e punës. Pse mos ketë Tepelena një avokat të mirë, një psikolog të mirë, një doktor të mirë, por do të jenë gjithë në Tiranë. Eksakt, fiks. Sepse janë transferuar këtu dhe detyrohet edhe tregu punët transferohet. Dhe kjo është, pastaj detyrohesh tani, shiko, edhe pse do të më shmang temën e politikës këtu, detyrohesh të kalosh prapë atje sepse zgjedhjet që janë bërë politike janë ato që kanë sjellë ngërçën në tregun e punës dhe tek profesionistët dhe fundi janë gjithë të lidhura. Se u shmanga politika. Në fakt zgjedhjet janë tona që kemi votuar, që kemi votuar. Mos të fillojmë aty. Ne votojmë dy parti. Në fund, shiko, se është një njëjta gjë si biznesi dhe politika. Ti nuk voton për interesin tat, ku biznes ti merresh ditë për ditë për interesin tënd, ka politika që do marrë vendimet për interesin tënd, ti nuk për jetën tënde përgjithësinë, në çdo lloj detaj. Në çdo drejtimi? Ti nuk e shef fare me syrin e biznesit. Të mëshme. Shikon? Edhe ja ku përfundon. Dhe ja ku jemi. Tani, unë pash që ti për shembull kishe akoma nuk e ke hapur website-in e biznesit tënd. Të zyrës avokatisë, zyrës ligjore që ke nisur, që nëse zgaboj, se e kam shënuar dhe emrin këtu, quhet Mexi Law and Consulting, okay? Dhe tani në fakt, ndryshe nga shumë profesionistë lirë që si puna ime, që përfaqëson shumicën, që duhet të kenë një website, që duhet të kenë një portofol etj, ti e ke ngritur këtë para se të duhet me patjetër ky website edhe këto prezenca online. Shiko, unë kisha disa klientë që ishin biznese. Që të cilët i kam akoma. E kuptoj. Këto klientë mua më sigurojnë shpenzimet. E kuptoj, drejt. Pra, sido që të më shkojë çështja në fund të muajit, ato para që mua më vijnë nga këto, pavarësisht edhe me vonesë, pres në fund të muajit, do më vinë një ditë, unë kam të sigurt që nuk dal minus, pra që nuk shpenzoj nga xhepi im. E kuptoj. Kjo më jep luksin që edhe mos i kem këto. Që edhe mos i jesh prezent online. Pra, të zgjedh klientët e ardhshëm, po e quajmë që se unë dua të zgjedh apo jo, pra mund të paroj çështje ku shumë avokatë të tjerë e kanë të pamundur të zgjedhin, sepse duhen paratë në fund të muajit, më duke më hequr shpenzimet, jam shumë okay për të jem selektiv. E kuptoj. Përveç saj do di këtë merresh realisht, pra nëse do kesh një faqe webi, të jesh prezent siç duhet. Pse jo? Nga muhabeti i podcastit ka lëndën biznes, nuk është problem. Biznes, shikoni mua, shikon çfarë bëj. Pra është do angazhim, nuk bëhet dot ashtu është, do angazhim. Unë doja të angazhoj një vajzë që kam se marr shpesh nga shkolla për internship po e quajmë. Asistent, praktikant në studio. Por prap do të kesh shumë besim që do zgjedhë ato që duhet. Për shembull, do bëja faqen për marrim të Facebookut ose të LinkedInit, të studios. Unë do të jem aktiv, duke nxjerrë çështje të veçanta, vendime të veçanta, si duhet zgjidhen gjëra të veçanta, por pa i dhënë gjithë zgjidhjen shqiptare. E kuptoj patjetër se. Pastaj kot jam unë treg. E drejtë. Por këtë do ta bëj dikush që duhet merret. Pra s'mund ta bësh. Hajde, pe fusim kot. Më mirë mos ta kesh fare se sa ta bësh gjoja. Avash duhet merrem, po. Po, patjetër do të merresh, po e di preke një temë shumë të rëndësishme sepse vetëm dje pata një diskutim me dikë që tha, sepse unë po ofroja trajnime falas për profesionistë të lirë, ose edhe jo, edhe ata që duan të kalojnë si profesionistë të lirë, dhe i thash, hajde t'ju ndihmoj, t'ju asistoj që të nxjerrni brandin. Edhe më tha mua, ka njerëz që s'kan brand fare, di tha dikush, edhe po shesin. Rasim konkret që nuk e brand, po ama punën e ke dhe ke kaq vite që e ke ndërtuar, ke referencat, okay, ti je vet brand si individ. Pikërisht, avokati në fund fare, pra kjo është, për shembull, edhe ato djalin që kam pas më parë ampull dhe këto që kam sot janë të dy persona që janë publik, kanë fjalë njihen si avokat, të tjerë dhe unë vet kam vazhdoj nëpër televizion, nëpër rrjete online, pra prap kam një lloj emri, pra avokati në fund fare brandi ka emrin e vet. Është vetja, po. Studio pastaj do funksionon për biznesin. E kuptoj. Sepse ajo ka nevojë më vete, një zhvillim tjetër. Biznesi në fund fare nuk mund të dalë me një jurist. Pra ato që ka punën e përditshme, vrullin, këto
dokumentet monotone që do bëj për ditëshmëri, një avokat nuk janë ndjek dot. E kuptoj. Duam net, dali kush avokat që thotë janë ndjek, mashtron. Sepse nuk ka kohën. Janë punë shumë të vogla për atë që të lodhshme në volum, në studim, në analizë. Pikërisht. Jo, janë dhe monotone, punë për ditëshme, pra do bëj kontrata për punojësit. E kuptoj. Ti njësoj këtë gjitha, po do i shkruash. Po do i shkruash gjithsesi. Po. Studi mund t'ja dalë, pra se ka asistentet, ka avokat në një grad më të ulët, po them profesionale që do zhvillohen avash etj. Delegon edhe punë. Kurse avokati vetëm nuk ka drejt me biznesin, dhe biznesi këtë e di. Në rastin tënd ti nuk është se ke domosdoshmërisht prezencën online sikur the, si profesionist i lirë, por si biznes po. Më duhet prapë. Pra ka një ndryshim. Kurse unë përbëj këto trajnime dhe më tha unë po e bëj trajnimet për brandin, për gjithë ata që janë pak a shumë si unë, të cilët nuk kanë referenca, nuk kanë kontakte, se unë për një 5-6 vjet të mira isha lidhur direkt si remot, si punonjëse në Kosovë. E braktisa totalisht zërë se isha e emigruar unë. E braktisa tregun shqiptar, sepse punoja atje isha okay. Punoja nga shtëpia, isha prezente në Shqipëri fizikisht, por gjithçka, çdo procedurë, çdo gjë unë lidhja atje me ata jashtë, që ishin në Kosovë. Dhe në një farë mënyrë kur unë ju riktheva tregut, pavarësisht se unë kisha punuar me një startup shumë të mirë, kisha mësuar shumë gjëra, unë në brand isha komplet e panjohur. Për një vit rresht, unë e marr vetëm të ngrij një herë autoritetin si shkrimtare. Kam bërë buletin falas, kam bërë Medium channel që shkruaja në anglisht, me qëllim që ato klientët të vinë të shikonin punën time, ose njerëzit të shikonin punën time ku kishte autoritet dhe ku kishte vlerë. Pastaj ngrita edhe brandin për copywriting, bëra brandin e LinkedInit dhe këtë do mësoj unë, por kjo është ajo që unë do të ndihmoj, por për njerëz si ty, për avokat nuk vlen e njëjta gjë. Domethënë është komplet approach tjetër. Shiko, në Shqipëri ka një problem tjetër, në fakt nuk është në Shqipëri, është në gjithë botën. Për profesionin e avokatit, connectioni është baza e klientit që vjen. Pra, thotë ky avokati një apo s'njeh. Në kuptimin jo vetëm korrupsionit, se në Shqipëri gjithmonë njohin e lidhur me korrupsionin. Por një gjyqtar që ka qenë paralel me mua në shkollë. Po. Që di shumë mirë që Redoni është avokat te masa i Zotit, student shumë i mirë, po e quajmë. Tjerë di shumë mirë që Redoni kur shkon në salën e gjyqit do të jetë i përgatitur siç duhet dhe nuk do të i lej gape që ai të lëvizë sipas dëshirës së tij, po e quajmë. Pra, connectioni vlen dhe do vlej gjithmonë. Do vlej gjithmonë, pra. Edhe në marketing vlen connection, se në fund fare sa kompani njeh ti ku do prezantosh brandin tim. Përveç online-it. Përveç online-it, po. Do vitet çasti që do kesh kontaktet fizike. Po, drejt. Pra kompanitë kryesorë të marketingut në Shqipëri kanë kontakte fizike me gjithë bizneset e mëdha të Shqipërisë. Është drejt, është vërtet. Është në çdo profesion është e tillë, por avokati është më shumë. Është më shumë. Sepse besimi është direkt e personal. Nuk është tek firma. Pra ti kur vjen do të qash hallë, do tregosh gjërat tua personale, do të tregosh si psikologu të avokatit. Po, e drejt. Ti më the që je më tepër prezent aty në Facebook apo ja? Si individ. Si individ, kurse pastaj je gjithandej thujse, ku është e mundur që ti të shfaqesh aftësitë tua, je pastaj online, je në media, në kam qenë më shumë për arsye politike, pra atë kam shkruar për atë kam bërë video për ato shkaq që kam dalë. Po, çfarë do t'i thojë një avokati të riti? Do të vazhdojë 9-5-ën në një biznes të punësohet? Po, do e thoja, që çka me të. Jo profesionist i lirë? Jo, në fillim po. Po më del jashtë nga nishi komplet. Në fillim po. Në fillim po, e kuptoj. Sa të ngrej bazat e para. Jo, të mësoj praktikën e punës. Pra të formoj vullnetin. Plus që është vështirë të vi klienti pa që është si ndodhi në realitet, që dal nga teoria e shkollës, dhe kur përballesh pastaj me realitetin shqiptar, ti kuptoj që ke mësuar si gjë në shkollë çfarë do bësh. Pra të ngrej një portofol. Jo vetëm portofol e klientëve, por edhe të specializohet. Pra atje ku do punoj, për shembull do vi ke studio ime. Që un kam nevojë për të rinj që se dëgjojnë, në këtë rast ja bëjmë një reklam falas. Patjetër. Që të vinë. Po. Profilizohen në fushë të caktuara. Po kur në rikutimin tënd si avokat besoj se ke pasur duke qenë se njeh ligjet shumë mirë ose raste të ndryshme shumë mirë. Kur merr klientë të ndryshëm që bën dhe kontratat. A ndjen ndonjëherë sikur je pak më i shkathët se ta në kontrata biznesesh e gjëra të tilla dhe në një klauzol të fshet aty, a fshen ndonjë gjë apo je transparent dhe që krijosh të ndërtosh një marrëdhënie besimi? Po nuk ishte transparent me klientin, nuk do jesh avokat, do digjesh, më sot nesër. Më beso, do vit dita që do dalësh keq, edhe do digjesh. Por ki parasysh ti dhe të gjithë tjerët që në fund fare do kesh kontakt stej masa afër me klientin për të plotësuar nevojat aty, sepse çdo profesion, marrim rastin për shembull, po bëhem
me që One mund ta përmendin si kompani. Po bëjmë studio profesorëse One-it. Unë do të di gjithë konfliktet që One mund të ketë në të ardhmen. Pra, ku punon One, çfarë fusha shpërndahet dhe ku mund të lindin konfliktet. E kuptoj. Pa pasur prezent të individ të One që mbulon këtë fushë, unë s'mund të jem përfaqësues, s'mund të mbuloj atyre dëmet e ardhshme gjithandaj. Do të kem dikë që më tregoj shikoj se këtu mund të më vit dëmi. E kuptoj. Ti je si një parandalus, një paralajmërues. Kjo është në fund fare puna e avokatit. Puna e avokatit. Kjo është ai që merr parat mujore. Kurse avokati që shkon në gjyq është ai që ka lënë një kompani të pambrojtur, që të vitë çasti për të shkuar në gjyq. Të flasim pak për Mexilën Consulting, se dua t'i jap dhe vlerën dhe rëndësinë që i takon, sepse sapo e ke materializuar, domethënë ti ke vite që e ke nisur si nism, po tani ka marrë një formë më serioze apo jo? Mund ta them edhe kështu, po. Po, më të plot. Çfarë e dallon Mexilën Consulting nga të tjerat? Dhe pse do të zgjedhin ty për shembull? Shikoj, sa jemi avokat aty, jemi 5 avokat tani që flasim. Një ekonomist, 4 asistent, pra jemi diku ke 10-11 veta. Okej. Jo të punësuar tamam avokatët, i kam me kontrata. E kuptoj. Për bashkëpunimi, se secili profesionist të lirë. Normal. Me leverdis mua më shumë ashtu për dhe atyre, s'kam se të rinë të ngurtësuar. Se janë në fund fare është profesion që ta jep këtë mundësi. E kuptoj. Jemi njerëz që kemi qef konfliktin dhe nuk kemi frikë nga konflikte, para fare. I like this. Po të shosh çështjet tona të fundit nëpër gjykata, dje në rastisi për shembull, me një kosto të vogël, një çështje penale, për dikë që do mund të rrezikonte 10-20 vjet burg, që nuk e meritonte atë, dje masa sigurisë që gjyqtarët e lënë të arrest me burg, apelin e dha arrest shtëpie, sepse të kaluan afatet, sepse krijuan 2 muaj konflikt me gjyqtarën më parshme pa pikë në sikletit. E kuptoj. Derisa arritëm këtë pikë. Shumë avokatë të tjerë nuk e bëjnë. Jo, sepse kanë qefin ta kenë marrëdhënie të mira me gjyqtarin dhe prokurorin apo administratën, sepse do bëjnë korrupsionin e radhës. E kuptoj. Ose të kenë mundësi për të pasur A është kjo këshilla që doja t'i jepi avokatëve të rinj? Ligjërisht. Po, tani a mund t'ja them dot, shikoj se po dalim podcasti fakt ta lejon. Lloj formati. Po. A të them do thonë mos bëni korrupsion, unë vetë do e bëj kur. Po konfliktet. Konfliktet po. Për mua po. Do të jetë më konfliktual. Ajo ke dalë për të mbrojtur tjerët, s'mbrojtur veten tatë të mbrojtur tjerët. Eksakt. Unë sa harroj kam qenë në shkollë, patëm një konflikt me dekanatin, po e quajmë shkollës për ca vendime. Them më leni mua të dal unë, jo vetëm firmosni peticionin. Do shkoj unë të bëj konfliktin. Ishim 40 veta në 2 grupet që ishim bashkë. Futja koca vetëm ma firmosen. 0. Asnjë. Që bëj fjalë për interes puro tonin. Puro tonin. Të jo se do na vim pastaj, jo do na ulin notën të tjerë, thashë ju s'keni këllë që me mbrojt veten tuaj. Nëse do dilin mbrojnë të tjerët. Eksakt. Dhe unë këtë e kam sugjeruar shpesh, sepse unë për shembull jam në 2 konflikte ligjore, sikur dhe të shpjegova pak a shumë, një në Kosovë dhe një këtu në Shqipëri, të cilat i kam pasur me punonjës dhe më kanë thënë gjën e parë, "Ua, po s'do të punsoj kush ty më." Dhe lufto për drejtën tënde. Falet ndryshimit që falet i gjyqi që unë bëra, që pastaj dola dhe në konvent sepse u angazhova me shoqatat jo vullnetare, u ndryshuan klauzolet e kontratave për call centerat. Falet atij gjyqi që bëra unë, që është ndër të parat. Dhe ai ndryshim, pavarësisht se aq i vogël ajo nisëm që bëra unë, ndryshoi që s'mund të hiqeshin punonjësit pa një arsye të fortë nga puna, vetëm se donin të ndryshonin, se bënin kështu. Riorganizim punonjësish. Ato që po flisin pak më parë në mënyrë se për çfarë duhet studio ligjore. Eksakt. Pra, unë si studio ligjore them do të heqësh biznesin, rast konkret. Punojës nga puna pa pas pasoja. Po. Ka 1, 2, 3, 4, 5 forma. Kjo është një nga ato forma të riorganizimi. Riorganizimin që e bën ata nuk e argumentuan dot, sepse hoqën disa e bën kështu, një ndër ta dhe unë. Nuk e argumentuan dot, unë i kapa në nene dhe pastaj ndryshoi klauzola e kontratave për gjithë punonjësit e call centerave që kur ishte arsyeja e riorganizimit duhet të shoqërohesh me ndjekje materiale financiare dhe shumë të tjera, ose justifikime financiare normal. Dhe shpërblimet personit në rast konkret. Sipas vjetësisë punës e tjerë çfarë janë të gjëra. Unë fitova shkallën e parë, apelin nuk e mora dhe sot e kësaj dite jam në apel. S'më vlen, po unë ana morale fitova. Dhe që nga ai moment nuk kam patur kur frikë, domethënë që të konfliktohem ligjërisht. Nuk ka rrugë tjetër. S'ka problem. Është vetëm mënyrë që ti të mbrohesh. Në 2019 kemi dërguar në gjykat apelit administrativ një VKM të qeverisë tonë. VKM-ja ishte ajo VKM që jepte drejt Këshillit të Ministrave
KKT-s në rast konkret t'japi leje jashtë ligjit. E kuptoj. E shfuqizuam në gjykatë apelit. E fituam. Pra, i hoqëm kryeministrit një nga mjetet më të forta që ka, dhënien e lejeve. Pavarësisht se nga pas e bëri me ligj, se kishte parlamentin, tjetër gjë, por që ju e bët. Po i shkova deri në fund, po e bërë dosin siç duhet, edhe gjyqtari më mediokër, apo gjyqtari më i korruptuar, apo gjyqtari më i varur, e ka të vështirë të japë vendim më lirshëm. E kupton shka? Kanë vlerë luftat, këtu dua të dalë. Kanë vlerë diçka tjetër që do ja them fakt profesionistët të lirë, bëni letra. Mos esni, do thon hase do më dëgjoj gjyqtaria, them me gojë, jo, lejni me shkrim. Mos sot nesër mund të duam. Po kjo vlen edhe për çdo profesionist të lirë. Kontrata do t'i bëjnë, letrat do t'i bëjnë, dokumentet të bëjnë regjistrimin me çfarë duhen ajo, se s'po niptin, se s'po vite fjala. Gjithçka duhen bërë të gjitha edhe pse janë kosto më të ulta. Kanë kosto më të ulta. Nuk e kuptojnë shqiptarët, kam shumë problem se jam mësuar gjithmonë që pushteti i ka vjedhur, i ka abuzuar, po si ti shmangen pushtetet. Fund fare, ky korrupsioni i vogël që ti bën me policinë e bashkisë për lokalet që let dy karika jashtë e tjerë, të vjen kosto në fund të vitit më shumë se sa ti je i rregullt. Ti je i rregullt nga ana ligjore. Qoftë dhe nga ana shpirtërore, fle gjumra hat në dark. Unë të falenderoj shumë që erdhe. Na dhe vërtet edhe mua më dhe mësime shumë të mira dhe shpresoj që të jenë edhe për audiencën të vlefshme, jam e sigurt që po. Një përshëndetje të fundit se ku mund të gjejnë njerëzit apo je golla i gjenshëm? Unë në fakt edhe në Google po të kërkosh, ka dhe numrin tim dhe adresën e mailit. Unë studion e kam në blog tek rruga Pjetër Bogdani, pra tek shkolla 11 janari. Okej. E Tiranë, pra. Diku aty afër. Po. Jam të lehtëshme të gjendshme. Ti ke zakonisht vetëm mirëpret klient të biznesit apo mirëpret edhe profesionistët e lirë të vinë për asistencë ose konsult vogël? Ato po, por unë kam në fakt bërë shumë gjyqje pro bono. E kuptoj. Pra, për njerëzit që kanë parë që ja kanë shkel drejtën në mënyrë abuzive të rëndë, dhe që s'ka mundësi të mbrohen. E kuptoj. I bëj dhe pa pikë problemi. Faleminderit shumë që erdhe edhe një herë. Faleminderit ju. Kjo ishte episodi i kësaj radhe. Unë falenderoj gjithë atyre që na dëgjuan dhe shihemi në episodin tjetër me një të ftuar po kaq interesant. Mirupafshim. Mirë se erdhë.